Në një klim politike gjithnjë më të fragmentuar, Kuksi shfaqet si një rast studimor i veçantë në zgjedhjet e 11 majit. Gara për deputet këtë herë nuk është më thjesht një duel mes dy partive tradicionale, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, por një betejë shumë palçe, ku 11 kandidat nga forca të ndryshme politike konkurrojnë për të fituar besimin e një elektorati që kërkon përfaqësim të denjë, të ndershëm dhe të afërt me realitetin e përditshëm të zonës. Në këtë panoramë komplekse, Ali Hallaçi, kandidati i Partisë Socialiste, ka arritur të dalë në pasi një nga figurat më të spikatura të fushatës. Me një profil të dalluar ish prefekti i Qarkut Kukës dhe ish kryemifti i qytetit, Alia ka krijuar një lidhje të drejt për drejt me qytetarët, duke fituar besimin e tyre përmes një komunikimi të thjeshtë, të ndershëm dhe emocional. Ajo që e dallon kandidaturën e Ali Hallaçit nga të tjerët është jo vetëm përvoja institucionale dhe lidhja personale me qytetin, por mënyra se si ai ndërton një fushat që bazohet mbi realizmin, ndershmërinë dhe njohje të thellë të nevojave lokale. Në çdo takim elektoral, Hallaçi flet me zot të ulët, por me zemër të hapur, duke i parë qytetarët në sy dhe duke mos u premtuar asgjë që nuk mund të realizohet. Ai nuk sjell projekte të mbivendosura apo ide të pakonsultuara me realitetin lokal, por zgjidhje konkrete, të nevojshme dhe të mundshme për komunitetin. Kjo qasje ka bërë që Partia Socialiste, ndonse në një terren tradicionalisht të vështirë si Kuksi, të afrohet më shumë se kurrë me objektivin për të marrë 2 mandate deputetësh, një gjë e pandodhur më parë në këtë qark. Mbështetja që Hallaçi po gëzon nga qytetarët në çdo dalje publike flet për një transformim të qasjes elektorale të së majtës në Kukës, nga një fushate centralizuar drejt një komunikimi më lokal, më njerëzor, më të besueshëm. Por kjo garë nuk ndodh në një boshllok. Përballë Hallaçit qëndrojnë forca të tjera, që ndonse të ndara në fletën e votimit, në terren kanë krijuar aleanca të heshtura e lëvizje strategjike, që mund të ndikojnë drejt për drejt në ndarjen e mandateve. Vota preferenciale në këtë kontekst do të jetë elementi që përcakton jo vetëm se cila parti do të fitojë, por edhe cili individ do të përfaqësojë qytetarët në kuvend. Në këtë sfond, Ali Hallaçi shihet jo vetëm si kandidat, por si një mundësi reale për ndryshim, një figurë që i përket Kuksit, që ka jetuar mes problemeve të këtij qyteti dhe që për herë të parë, pas shumë vitesh, u jep qytetarëve ndjesinë se dikush po kandidon, jo për të bërë karrierë politike, por për të përfaqësuar me dinjitet dhe zë të sinqertë Kuksin.